Cristian Prenga do të ndeshet me Anthony Joshua. Kjo do të jetë sfida e jetës për boksierin shqiptar, ndërsa për Joshua do të jetë ajo e rikthimit. Çdo gjë është programuar me 25 korrik në Riyadh. Ky është rikthimi për Joshuan, i cili u përfshi në një aksident ku mbetën të vrarë 2 shokët e tij. Ora për sfidën mes 2 boksierëve mbetet për t'u zyrtarizuar. Kjo ndeshje po pritet me mjaft interes, ndërsa është një mundësi e artë për Prengën. Boksieri shqiptar ka fituar 20 ndeshje në karrierë dhe ka humbur vetëm 1. Humbja e tij e vetme erdhi nga italiani Giovanni Auriemma në vitin 2017. Që atëherë ai ka fituar 16 ndeshje radhazi. Anthony Joshua është një luftëtar i shkëlqyer, por bëri një llogaritje të gabuar duke më zgjedhur mua si kundërshtar, tha Prenga. Ky është lloji i ndeshjes që ndryshon gjithçka në jetën time dhe të tijën. E di që ata kanë plane të mëdha përpara pas kësaj ndeshjeje. E di që ata po më nënvlerësojnë, por jam i lumtur për këtë.